2 ditë intensive me takimet ngjeshura në Berlin bashku me kolegët e mi Jorita Tabaku dhe Kleviz Balliu, takime që nisën sot me raportuesin për Shqipërinë në Bundestag, do të vijojnë me kryetarin e Komisionit për Çështjet Evropiane, kryetarin e Komisionit Jashtëm, një numër të lartë të deputetëve të Bundestagut dhe më pas në Qeverinë Federale, në Ministrinë e Jashtme Federale të Gjermanisë me Ministrin e Shtetit për Çështjet e Europës. E ndërsa në Shqipëri opozita përjashtohet nga një mazhorancë që kontrollon të gjitha institucionet, në Berlin zëri i saj dëgjohet me respekt dhe me vëmendje. Shqipëria ka nevojë për të implementuar standardet europiane në vend, jo me fjalë, por me vepra. Dhe Partia Socialiste për fat keq ka treguar me vepra se bllokon drejtësinë dhe merr në mbrojtje të korruptuarit zyrtar të nivelit të lartë. Kjo pengon procesin e integrimit, prandaj na duhet ndryshimi, prandaj na duhen zgjedhje të lira dhe ndershme, që të kemi një qeveri të përgjegjshme që punon për standardet europiane dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mirënjohje pafund të gjithë kolegëve dhe autoriteteve këtu në Gjermani për pritjen dhe diskutimin e hapur dhe uroj që për Shqipërinë dhe shqiptarët procesi i integrimit të ecë përpara me një qeveri të përgjegjshme që punon për interesin publik.